Ka qenë president e mirë. Shumë e ka luajt rolin. Që kjo është niveli kryteret e juve vazhdoni. Ka drejtë të mendoj se ajo pas mendim më kjo kthim topa, kthim të analfabet funksional. Ti ki licencën. Cilat kritere? A kemi diskutuar që tu me net tona, mas po ai LDK, PDK, Aleancë, duhet ku ti thio Albini duhet me formulu kritere. Po. Çfarë presidenti duhet edhe vetë ke qenë jetojmë shoj. E trashëm këtë tani vetë. Mos bëj hajga regjim. Andem. Jo me hiç njëjë, se hajga është kjo. Okej, Hasan Papa, këto mendime keni drejta, keni mendimin e Jo, po ti duhet zoti Sadiku. Ku të mi qetë një kriteret për dikon, që është i zotin punën e vetë, ose i pa zotin punën e vetë, duhet mi thonë atë ka të bomje. Punë. Mirë dhe mund t'i themi, për tani të llojme për zonën ati fete ajo ka cilat ka qenë veçantë. Po si o burr. Ajo ka një kukull pushtet. Çikaq. Jo nuk qëndron fare. E në Kosovë s'ka nevojë për kukull. Ose ka nevojë sepse shefi i mujs, lideri i mujs ka thonë, mund vyni president që shkon dhe flet me zjarr fiksa. Në qitë kuptim ka të drejtë. Nuk mund të thua shefi i mujs ose lideri i mujs. Personale. S'ka argumente kthehet personale. Shefi i mujs. Ç'është ai shefi jam? Po ti bën me zjarr me herë. Po nuk është shefi i mujs se tash. Edhe ti mund vrosh diçka tjetër edhe nuk është shefi. Nuk është shefi. Nuk ma bën shef nëse mbroj. Shefi i mujës në këtë drejtim këtu në politikë është Kusrim Sadiku. Ai si ka thonë asnjë gjë. Ti shefi kretë në politikë. Vetëm i Halilis mund të jetë se këta e kemi president.